Krerët shtetëror dhe partijak në vend kanë urruar pashkët, të cilat këtë vit kanë rastisur të jenë me një ditë. Presidenti e shtetit Gordana Siljanovska Davkova ka dërguar një urim për besimtarët dhe krerët e kishave në vend, kishës ortodokse maqedonase, Arqipeshkevia e Ohrit, kishës katolike dhe kishës ungjillore metodiste. Fakti që këtë vit të gjithë të krishterët festojnë pashkët në të njëjtën datë, le të jetë një nxitje për bashkim, si këtu, ashtu edhe në mbar botën. Besoj se të frymzuar nga festat e mëdha, do të gjejmë energji dhe forcë për të përballuar të gjitha sfidat dhe tundimet, duke u solidarizuar dhe bashkuar. Urim për qytetarët e krishterë ka dërguar edhe kreu i kuvendit Afrim Gashi. Mesazhi i pashkëve është një mundësi për të kujtuar sërish se vlerat e përbashkëta si respekti ndërsjellë, solidariteti dhe mirësia njerëzore janë thelbësore për përparimin e çdo shoqërie. Të gjithëve ju uroj paqe, shëndet dhe mirëqenie dhe që pashkët t'i kaloni në ngrohtësi dhe dashuri me të dashurit tuaj. Kryeministri Kristian Miskovski në urimin e tij thosë se pavarësisht problematikave në të cilën jeton shoqëria, qeveria mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e shoqërisë. Në një kohë të ndryshimeve të shpejta shoqërore, përparimeve teknologjike dhe presionit global mbi vlerat tradicionale, qeveria mbetet e përkushtuar për mbrojtjen e rrënjëve të shoqërisë sonë dhe për krijimin e kushteve në të cilat familja, morali, edukimi dhe shpirtërorja do të forcohen. Ndërkaq, kreu i LSDM-s Venko Filipçe në mesazhin e urimit tha se festa e sotme i jep forcë dhe sjell shpresë për fillime të reja e më të mira për përballje me sfidat. Pashkët janë simboli shpresës së jetës dhe fitores së dritës mbi errësirën. Është një ditë që na bashkon rreth e vlerave universale të dashurisë, solidaritetit dhe faljes, kështu thuhet në urimin e Partisë Opozitare Shqiptare BDI. Ndërkaq, nga koalicioni Vlen, theksojnë se këto janë ditët e afrimit me njëri tjetrin, por edhe të besimit mes njerëzve.